Jeni më të mirët, natën e mirë të gjithëve që jeni të premte. E pas e fermën, hoqa pjesët e pushimit që më dukën boring. Okej, më pëlqeu si Prime. Nuk e di. Më thoni ju tani. Ju pëlqeu ky Prime? Ne do shihemi të premte nus jam, të shtunën nus jam. Ne do shihemi të dielën, mendoj. I think jam në një udhim në Prag, që kështu do t'i bëj prap me vonesë. Na të Viktorit Zoti, hajde, takona. Allah në paç u thashëm në Viktorit Zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Respekte, çao, hajde. Fermieri, që duhet të lërë me një herë ferma VIP. Është Klodi, e di. Këtë e kam parë, e kam komentuar. Duke ndërprer rrugti. Klodi. Ishte i drejtë eliminimin i Klodit, tani që mendoni 2 ditë më vonë dhe shtëpia është pa Klodin dhe pa zhurmën e tij. Na të Viktorit Zoti, hajde, takona. Allah në paç u thashëm në Viktorit Zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Respekte, çao, hajde. Jonida ta mbylli gojën ty, po haj. Jonida ta mbylli gojën ty, po haj. Po kam këtë sfidë me 3 performanca. Mirë, po e gati mbyllim lidhje me fermën. Okej, pak angazhuese kjo, po gjithsesi s'ka lidhje me fermë. Ferma është like sfida fizike. Ne kemi bërë diçka të përafërt, kemi bërë musical nga ABBA, Mamma Mia, u argëtuam. Nuk një sfidë idiote, kishim marrë kaq shumë seriozisht, like edhe nëse do humnim atë sfidë, so what? Te ferma nuk ishim për musical, ishim për fermë. Ju pëlqeu sfida me surprizën për Vanesën, Sonin dhe Malborën e vëllezërit? Vëllai Vanesës ka ardhur nga Londra. Ndërko, ne me pafund me puthjen e vllajt e Vanesës dhe puthjen e tyre që ndodhi pa dashje, por u bë virale.